Përshëndetje të gjithëve, ju dua përzemërsisht. Marr rrugën nga qyteti i Belenës rreth 250 kilometra, larg e poshtë 500 kilometra. Erdha se ju dua me zemër, me shpirt, me dinjitet, me moral, se ju jeni njerëz të mirë, jeni njerëz të besës të gjyqesh. Prandaj, unë do ndalem në dy pika. Pika e parë, do ndalem pak në qytetin e Belenës. Një qytet ka qenë rreth 7.000 banor dhe shpopullimi sot ka arrit deri te 1.500 banor. Më thuani qytetar, pse arriti kjo? Kjo arriti nga një qeverisje makabre, një kryeministri dhe një ekipi të tij të dështuar për 14 vjetë që e ktheu këtë popull në një mjerim, në një fukarallëk, në një shpërbërje, në një shpopullim, në një ekonomi që ka vajtë në zero. Më vjen qytetar, unë ju respektoj të gjithëve nga ky shesh, dhe jam një djalë që ka punuar me një tregti ambulante në rrugë. Kam ndihmuar një qytetarizëm, dikush dhe nuk më ka kuptuar, dikush dhe më ka urryer, dhe administrata dhe më ka urryer, po unë kam mbajtur shpirtin tim, unë kam mbajtur idealin tim, unë kam mbajtur atë zemërimin tim në shpirtin dhe kam mësuar dhe grushta në militant të Partisë Socialiste, por ju them juve te ky shesh se ju dua aq shumë, ju dua përzemërsisht. Të nderuar qytetar, unë po ndalem pisi dhe në çmimet e larta. Më thuani ju sa është kile mishit, po u a them unë 15.000 lekë, po dhe pjati aq, po dhe pjati, po dhe gjithçka që çmimet e fruta, perime, gjithçka ka vajtur në kokë. Po nafta sa është nafta në Kosovë, 1 euro, sa është në Shqipëri. Prandaj për ta mbyllur, ju përshëndes dhe ju dua të gjithë.